Këtu ke arë në islam. Pastaj vazhdon ti dhe lirohesh. Ypën në makinë. Thuaj gjëja parë, se s'ta ka pas për borxhi i madh i Zot me ta kriju kushtin. Hyp makinë, e mos hap syt majtës zgjatës me pa femre. Po hyp makinë dhe thuaj bismillah. Faleminderit Zot që ma mundsove këtë mjet. Po të them hadithe, po s'po t'i them gjatë gjëra as arabisht, po t'i them, po ta bëj konkrete shqip. Hypet ti në makinë, thej bismillah, faleminderit Zot që ma dhe. S'ta ka pas për borxh, ka shumë që s'kan mundësi me pas makinë. Ndizi gjë nga këto radio që janë islame, ose vend diçka nga Kurani, ose vend prap diçka nga ligjërata se dituria s'ka fund. Këtu je në islam. Vazhdon ti. Ja thjesht fare, vazhdon ti me makinë. I vetmi ndoshta kemi ngel në kontinent, nuk e di a ka tjetër. Neve duke ecë me makinë. Del një qytetar me kaluar vizat e bardha. Ky që nuk e shkeli quhet i devotshëm i shoqërisë. Me shpejtësi të madhe ai shkreti gjysore në këtë diell që është duke ardhur për velus dhe nëse ti e lën me kalu i vetmi ndoshta në kontinent kemi ngel që ja quh falënderim të madh ti ke drejtën tate me ligj me kaluar vizat e bardha, nëse ai ndalon makinën, ti ja bën me dorë. Një shoqëri që ja bën me dorë kur ka ligjin dhe drejtën ta kaloj vetë dhe shoferi s'ka drejt kaloj, po vjen me shpejtësi gati sa nuk e shkel dhe ti i nxjerr dorën dhe i thu faleminderit 50 vjet mrapa je. Kjo është shoqëri 50 vjet mrapa. Kurse kur të ndaloj ai me makinë 30 metra përpara, kjo është shoqëri që po avancon. Ti nëse je me makinë, mos i shko me shpejtësi me tremb sikur do ta shkelësh. Po i kujdesshëm dhe këtu je musliman. Nëse i shkon me shpejtësi dhe si hap rrugën dhe je nevrastenik dhe nuk je aty ku duhet, je namazli, jo muslimani përsos. Pastaj të del një e kuqe aty, quhet semafor. Ti me zgjuarsi ta të thu, ka në i policë jem shef apo jo? Jo. Harroje policin dhe kujto Zotin e policisë. Kujto Zotin e gjithësisë dhe ti je i urdhëruar zbatosh ligjin. Dhe kur e shikon atë të kuqe mos ndalo se mos kapi polici për patentën, po ti ndalon se zbaton ligjin, je musliman i sjellshëm. Këtu ke marrë sevape ti dhe kur ke dal nga xhamia, dhe kur nuk ushtyre me vëllezërin, dhe kur hipen makinën tënde, dhe kur the bismillah, dhe kur lejove tjetrin vizat e bardha, dhe kur ndalove në semafor.